dhe sa larg që të mos humbasin veten. Sot në çasti duhur zbërthem një nga dilemat më të bukura të marrëdhënieve, si ruhet ekuilibri mes lirisë personale dhe intimitetit që na bashkon. Një temë delikate, e thellë, por që prek çdo çift, pa përjashtim. Sa hapësirë japim partnerit dhe sa hapësirë lëm vetes. Ku mbaron intimiteti dhe ku fillon pavarësia? Një bisedë plot reflektime, histori, emocione. Sepse dashuria është artë dhe ekuilibri mes pavarësisë dhe intimitetit është vepra më e vështirë. Është i diskutimi i famshëm që gjithë e quajmë kufit. Ku është kufiri i cili mbaron me një pavarësi personale dhe marrëdhënies në çift? Tek respektimi i lirisë. Në momentin që janë transparente gjërat, sigurisht mundësisht që në fillimet e saj, atëhere se cili përcakton kufit e vetë të lirisë. Se cili ka preferencet e veta, hobit e veta, dëshirat, sfidat apo objektivat e veta për të arritur në një marrëdhënie, dhe në momentin që e kemi këtë mirë kuptim, këtë qartësi së pari dhe më pas edhe mirë kuptimin, nuk përbën shkak për abuzivizëm në raport me vendimin për të arritur këto sfida të përbashkëta familjare. Por në momentin që se cili diçka fsheh më njanë, pengon dëshirat e tjetrit edhe në raport me objektivat financiar, sigurisht që bëhet bezdisës në fillim dhe problematik në vijim duke kushtuar ndoshta edhe vetë raportin. Është normale të ndihesh xheloz kur e kuptojnë që njeriu që ti ke zgjedhur është shumë i pavarur financiarisht, personalisht. Unë duke kuptuar ndoshta Mirë do ishte të merja dhe opinionin e dikujt tjetër këtu. Shiko, kjo është çështje kulture, është çështje si e rritur, si e edukuar, në çfarë shoqërie jeton. Unë për vete e shoh nuk shoh absolutisht asnjë gjë të keqe nga pavarësia, përkundrazi. Unë mendoj që njerëzit kur janë të lirë janë shumë më të përgjegjshëm sesa kur janë të ndrydhur. Dhe me lirinë që secili partner ka në çift, ai merr automatikisht edhe përgjegjësinë të qenit bashkë, edhe përgjegjësinë të qenit familje. Kështu që nëse dikush, mendoj unë, shqetësohet në çift që partnerët janë të pavarur, ka dy gjëra për të thënë këtu në mes. E para, që nuk kuptoj me pavarësi, dhe e dyta, mos jemi në rastin kur partnerin ose partneren e konsiderojmë pronë, Dhe kjo është një risk shumë i madh. Sepse nëse partneri ose partnerja janë të zotë të rinë në dy këmbët e veta, të zhvillojnë profesionin e tyre, pasionet e tyre, jetën e tyre, unë mendoj që nuk ka një bashkim më të sinqert se sa dy njerëz që mund të rinë. Do doja që dhe mendonin gjithë kështu si ty më e Manjola. Mirë, pra, unë mendoj që ky është rasti më i mirë i mundshëm. Pra, që unë zgjedh të rri me partnerin tim, nuk e kam nga halli, nuk çojmë gjithë dhe mos zot ku shkojmë tash sot, hajde se po rri dhe son këtu. Por në fakt, në 90% të rasteve, të paktën nga sa njohim, se sigurisht mos ta pyet për statistika. Në Shqipëri statistikat janë të vërtet për tu parë, megjithatë, duke parë statistikat për statistikat më të fundit nga Instati në lidhje me rastin e divorceve në Shqipëri kanë qenë një pjesë shumë e madhe për një mos përputhje financiare dhe intelektuale në shtëpi. Pra, është kjo problemi që femrat financiarisht dhe profesionalisht kanë arritur të bëhen shumë të forta dhe kjo nuk perceptohet si rasti më i mirë i mundshëm në një marrëdhënie. Pra, fakti që ajo ka një pavarësi financiare, që është e zonja t'ja dal vet, është një nga problemet kryesore për angazhim dhe një nga të garantoj për këtë mund të shkosh tek Instati numrin duke di fiks. Por është një nga problemet kryesore që çon në divorc. Nga të dyja anët kërkojnë, Qamil. Edhe femrat kërkojnë të ndahen sepse shohin që kanë këtë presionin e vazhdueshëm për të mos patur pavarësinë, por edhe nga krau tjetër sepse ju duket. A ka Instati një statistikë
për martesat që nuk konsumohen më, por rrinë vetëm për hatër të kushurinëve të fisit gjyshes? Për këtë duhet të Jo, kam fjalën, po prit një sekond, se tash ne kemi të rinj. Po është vështirë ta bësh statistikë të tillë. Po sigurisht më është pyetja është retorike, kam qartë se bëj. Një femër e pavarur përgjithsisht i tremb meshkujt në Shqipëri akoma, besoj. Sepse aq më tepër në një shoqëri patriarkale si kjo e jone që është dominuese patriarkale, jo, dakord, ke edukimi vjen, po kush do ta bënë këtë edukim? Ata prindër, po themi tuajt apo të fëmijët që erdhën nga një regjim komunist dhe pastaj u mësuan që babi ka gjithmonë drejt ose më shumë se mami dhe mami është gjithmonë, po themi, në thonjza. Jo, absolutisht. Unë nuk e mendoj një gjë tillë, nga biseda që unë kam pas me prindët e mi, me gjyshin kam pas falë të jetoj me të, ka qenë gjithmonë ajo, dhe ajo mu më vrisë më shumë fakti që ajo thoshte që po, se gjyshi ishte më i mirë, ai drejtonte. Jo, ndoshta mbase gjyshën time apo gjithë gjyshëret në vendin tonë nuk i lanë drejtonin. Pra, mashkulli e ka atë privatësi, atë po themi potencën e vet. Unë kam një mendim tjetër ndryshe me këtë pjesa. Sot në ditët e sotme, ose po themi pas viteve 2010, në konstatimet e mia, jo vetëm që jam në natyrë sociale që komunikoj shumë edhe me moshat jo më të mëdha se vetja, është kjo që femrat, sot problemi i tyre është ky që kur në momentin që ata, po themi, janë barse të privatësisë ekonomike që vetëm që nuk e kanë, pra që e mbulon partneri, në momentin që e fitojnë këtë lloj gjëje, ata bëhen kryeneçe. Jo në shumicën e rasteve, po flas bëhen shpesh herë. Çfarë ndodh? Nuk e bën mashkulli këtë sepse ka krijuar perceptimin ndoshta edhe nga vetë kultura e babait vetë që po, ti je destinuar të sjellësh para tek shtëpia. Dhe gruaja mbet në këtë pjesën tjetër. Unë nuk jam as me këtë teorinë. A fjala ekuilibri është fjalë shumë e madhe, kush e respekton atë? Hajde shkojmë dhe punojmë të edukojmë për shkuar tek ekuilibri. Unë jam i mendimit që në një moment po, unë vetë jam veçar në statusin aktual, tek partnerja ime, nëse ai do të ishte shumë e suksesshme, do të fitonte më shumë para tek mua, do të ishte njeriu më i lumtur në botë sepse e di fare mirë dhe besoj shumë se tek një mashkull i suksesshëm ka gjithmonë një partnere. Jam njeri që predikoj një besim saktuar fetar musliman dhe Zoti ka thonë 3 herë non, 1 herë bab, jam mashkull, por fuqia e femrës është shumë e madhe. Sa më shumë të japësh pushtet asaj pa rrezikuar pushtetin tënd, pa egzageruar, aq më e fuqishme është e familje. Kam kuptuar gjithmonë që një familje ku femra ka rolin e vet dhe ka dinjitetin e vet, ajo familje është destinuar të jetë e suksesshme dhe të ketë dhe fëmijë të suksesshëm në jetë, sepse kultura që është ndërtuar në atë familje është e tillë. Kur, edhe këtë e uroj me gjithë shpirt, që femrat kur nuk do ta ndjejnë veten inferiore në çdo gjë, ama edhe kryeneçe jo, sepse edhe partneri dhe burri aq më tepër në shoqërisë jone që akoma nuk e kemi kthyer atë pllagën e rëndësishme për të vendosur ca balanca mes të dyve gjinive, ndodhin këto që ndodhin. Dhe më vjen shumë, domthon e kam pasur gjithmonë, nuk kam pasur mod në jetën time, por shikoja gjithmonë shokët e mi që mënyra se si ata e urdhënonin edhe mami tyre. I ke bëja pak lutem atë djalit atë gati atë këmishën. Po ky djalë nuk mund t'ia lajë një herë kësaj motrës, po themi atletet. Po pse vallë kjo motra, që mund të jetë dhe më e madhe, mund të jetë më e vogël, fillon që këtu tek vllai vet të jetë, po themi, ajo shërbëtorja në thonjza, e kupton? Dhe në një gozë që rritet me këtë lloj kulture. Mi merr pak pantallonat, mi laj pak pantallonat ose më e kuros pak mishën, pra e përpjekur që ti të kesh në familje këtë qasjen këtu. Shiko, unë kam pasur një mamë që nga vendi nga ajo vjen ka qenë gjithmonë potente, pra një dibrane nga ata që këtë do ta bëj dhe po patjetër, dhe më ka ndihmuar shumë ajo, po themi potenca e saj, edhe babi nga ana e vet, domethënë strikt, dhe kjo më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë që unë të kem atë drejtimin tim për të kuptuar veten time dhe për të mos egzageruar, jo që nuk e kam egzageruar se nuk jam se jam një natyrë impulsive dhe gjithmonë kam qejf të dal nga ajo, po themi, normaliteti. Po megjithatë, kjo është diçka që nuk mund ta vendosësh me thik, por ama është çështje mendësie që do ndryshuar tek populli jon, tek shoqëria jon. Çështja e mendësisë është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme në shumë promotorë që ndodhin në këtë shoqërinë tonë, që ndodhin edhe këto problematikat e tjera. Kur në asnjë moment ky vend jon nuk do shkojë aty ku ne do duam, në momentin kur femra nuk do të ketë atë ose nuk do të marrë atë që meriton. Këtë kam bindje absolute. Po këtë duhet ta rregulloni ju me shkujtë. Patjetër, Që gratë kur janë ashtë të mrekullueshme në gjitha anët e mira, për te. Unë them kështu, ne duhet punojmë më shumë se sa ju, sepse një mashkull, dhe këto janë, domethënë, edhe ligjet e natyrës, ne dalim nga një femër, pra prodhohemi nga një femër dhe ndërtojmë jetën me një femër. Nuk kuptoj pse duhet të jetë ky lloj konflikti.
Nuk duhet paragjykoj askënd, nuk kam një raport një. Patjetër. Ato gruan edhe nëse nuk punon, mjafton çfarë bën në derë brenda, duhet respektuar. Dhe nuk duhet i thoni kur që ti nuk bën. Patjetër, unë them kështu, një femër sa do të jetë cinike është gjithmonë më dobishme në familje se sa një mashkull pavarësisht vlerave që ai mund të ketë. Jo se gjithmonë, kur thonë që e nxori kokën kjo, se gjithmonë për gratë kështu thon, pas disa vitesh martesën e nxori kokën. Po jo pra sa e nxjerr kokën në momentin kur kupton që aty nuk është e vlerësuar, nuk është e vlerësuar nga asnjë, e ndjen veten si një shërbëtore, dhe patjetër që do e nxjerrë kokën dhe ajo do i mbrojë veten e vet në një farë mënyre. Dhe kjo vjen shkak i burrave. Patjetër. Kjo fillon që nga edukata, fillon që nga se si por ka dhe një por veti ndryshojnë vet pak se tani mamat nuk ndryshojnë dot në këtë farë se ato fëmijët vet do i llastojnë dhe ti djalin tënd do i llastosh dhe ne të tjerë të gjithë me radhë. Si çuni se vajza ime i kanë trajtuar njësoj gjithmonë. Llastim, jo, në vazhdimsinë e jetës pa dashur i llastojmë meshkujt. Pa dashur, pa e kuptuar se si i japim diçka më shumë se do të meriton. Nuk është më shumë. Çështë kulture ka patjetër. Që kur vjen djali në shtëpi me kultin e ulët që aty e ka marrë ai pushtetin pa lëvizur. Burrat, më fal. Burrat. Ai intimidon burrat në moment të caktuar bëhen më të suksesshëm, fillojnë më shumë para se ata, janë ata që vendosin për sigurisht po. Pra nëse të dy sigurisht të friksohen në fillim. Mjafton ta shikosh kur dashuria është e fortë, kur ke besim të bashkëshortja, kur janë gjëra që ndryshojnë, nuk të bën më pak burr që nëse gruaja mundet siguron shumë familje. Nuk frikson, sepse mendoj ndryshimi më i madh, diku mendoj ku është, mjafton vetëm detaj. Fal, ndjespa. E çfarë është shqetësuese për mua? Për mua është shqetësuese kontrolli i lirisë së gruas. Kur ai kontrollohet nga kufirit në anën financiare. Kjo është gjë më e mërshme që ndodh rregullisht në Shqipëri dhe është gati te pjesa më e madhe e familjeve. Burri kontrollon gruan, lirinë e saj nga ana do të pyesja pak, po. Ana në anën financiare, kontrollon çdo lëvizje të saj, duke mos i dhënë asaj mundësinë që të jetë i lirë të bëjë zgjedhjet e saj nga ana financiare. Vetëm diçka të vogël për të kuptuar, domethënë këtë ndryshimin shumë të madh që bëhet. Nëse merr dy njerëz që mbase edhe mund të punojnë në të njëjtën punë. Në momentin që hapet dera e shtëpisë, partneri shkon direkt pra këtu në këtë rast mashkull dhe ulet atje dhe e ka mbaruar gjithmonë. Kurse kjo gruaja tani do të vazhdojë dhe të bëjë gjithë punën dhe me demek është duke bërë detyrën e vet. Më mendoj që është një mit i thyer apo jo Hilda ti për shkak. Pra ky është një mit që dëshoj shumë që të ndryshojmë, por është vërtetës, po ky është realiteti që duhet të thënë. Me fëmijët më të vegjël këtu. Ndoshta ky është realiteti jashtë Tiranës, po që brenda në Tiranë, në rrethin tim, nuk ulet më bashkëshorti para televizorit sa po vjen në shtëpi. Jo, e mora në rastin që vetëm financiarisht, por edhe me prezencën e tij dhe me gjithë janë të rrallë. Të gjithë në televizion e flasin dhe i bëjmë të mrekullueshëm, po janë të rrallë. Momentin që vin duhet të shplodhen, i pari po flas për partnerin. Po jep shembullin e vet. Sa jam lodh tër ditën, më lëre hat jetës jam lodh tër ditën, nuk do rit të dëgjoj ty prapë me detyrat e shtëpisë. Se me demek punën që do bëhen aty në atë moment janë punë që duhet i bëjmë me patjetër një femër, po pse nuk është vetëm kështu. Pra ato fëmijë mund i bëjmë pa e kuptuar dhe e ndjem dhe vetë që është një detyrë për t'i bërë. Dakor. Shumë mirë që e bëni, por edhe ne mund të kemi diçka tjetër që mund ta bëjmë. Mund të kontribuoni në mënyra të tjera, patjetër që po. Por ta ekuilibruar dhe për të marrëdhënien mos me ndjenjë. Mjafton të merreni me fëmijët, me mësimet e fëmijëve, ndërkohë që bëhet darka gati, patjetër keni shumë gjëra për të bërë. Përgjithsisht femrat pa kënaqura do të jenë gjithmonë. Kjo është një gjë që nuk do të ndryshojë ndonjëherë, sado statusi po përmirësohet, mund vjen shumë mirë të paktën që Hilda e vlerëson ka partnerin e vet për kontributin. Mendoj që rastet tilla janë shtuar jashtë mase. Ja, me gjithmonë është aselam e fol me thon drejtën. Kohët e fundit. Po ta bësh sa më zi ta bësh, aq më. Por janë disa procese mësie të cilat nuk mund ndryshojnë. Nuk ka një gjini që mund të vendoset. Ajo do punon shumë vetë se ai ka emisionet deri vonë fare, kështu që do vjen vonë në shtëpi. Kështu që në këtë pikpamje mendoj që roli i kontributit të bashkëshortit, jo vetëm financiarisht, po i qëndësishëm brenda 4 mureve të shtëpisë, është rritur ndjeshëm. Siç është rritur ndjeshëm kohët e fundit në Shqipëri, roli i femrës si kontribuese financiare dhe pavarësisht së saj nga pikpamja financiare në një marrëdhënie. Këto janë dy shembuj shumë pozitiv, por fatkeqësisht shohim që keqkuptime si pasojë e kësaj evidence, do të thosha, rriten shumë në drejtim të krizës që përpësojnë raportet familjare si pasojë e problematikave, moskuptimit, kulturave apo faktorëve të ndryshëm
që vinë nga çështja e menaxhimit paras, duke rrezikuar shpeshherë edhe intimitetin, që është shumë e rëndësishëm dhe në themel të një marrëdhënie midis çiftit. Shiko, po pati probleme financiare një shtëpi, stresi i kap të gjithë, për këtë të jemi të sigurt. Nuk ka rëndësi kush është kontribuesi kryesor dhe viktimë do të jenë gjithë aktorët e familjes. Në momente emergjence gjithë mblidhen bashkë për t'i dhënë një dorë familjes. Tani për ta përmbyllur këtë se nuk mbarojkim kurrë ne me këtë pjesën është e rëndësishme që njerëzit të kenë pavarësinë e vetë për të nisur një marrëdhënie pra në aspektin financiar, personal, pra të ndihen apo nuk ka rëndësi kur ti zgjedh. Tjetër që privatësia ekonomike t'jep komoditet, nuk diskutohet ajo. Se është si kartë identiteti për treguar unë jam. Duhet i vëmë një pikë. Nuk është çështja për të pozicionu ti edhe ti po deshe hajde se unë këtu edhe nuk lëviz. Nuk mendoj se është kjo. Pra duhet të ketë, mund të rriten dhe bashkë, pra mund të mos nisi. Sigurisht, me që ju i keni shumë shef rastet personale, unë jam një njeri që jam me partnerin tim që 18 vjeç. Shumë. Dhe më thënë kemi histori 29 vjeçare bashkë. Dhe sigurisht që mendoj që përvojat e gjithë secilit mund të tregojnë, të vërtetojnë ose të hedhin poshtë ato që ne përpiqemi ti pastaj ti ngreme ti bëjmë teori. Si e shoh unë, është që ne jetojmë sot në një realitet të ndryshëm. Pra, ku gratë dhe vajzat kërkojnë më shumë. Dhe duke kërkuar më shumë, duke qenë se duan më shumë, ne sot flasim në botë për të njëjtin vend pune, po për gratë që paguhen ende më pak se sa burrat. Ndërkohë që deri para pak kohësh situata ka qenë krejt ndryshe dhe gratë ishin ato që do ishin vetëm brenda familjes menaxherët situatave. Kështu që ajo që unë mendoj për realitetin ku ne jemi, sepse në kohë të ndryshme vlejnë rregullat të ndryshme. Në realitetin ku ne jemi, po, është shumë e rëndësishme që t'jesh i pavarur ekonomikisht. Është shumë e rëndësishme, sepse ti si grua ose si burr, si vajzë ose si djalë, hyn në një marrëdhënie me disa pritshmëri dhe nuk mund të ngilesh peng i marrëdhënies nëse realizohen ose nuk realizohen këto pritshmëri. Pra, është e rëndësishme pa diskutim dhe madje sot në botë, në vendet e zhvilluara flas, pavarësia ekonomike shihet si një standard për një mirë funksionim të marrëdhënies në çift. Pra duhet kjo relative dhe kjo. Një shprehje e bukur në Konicës duke pritur të na piqeshin kushtet, na u kalbën dëshirat. Le ta mbyllim me këtë, duke pritur të na piqeshin kushtet, na u kalbën dëshirat. Shumë faleminderit që ishte me mua sot. Ilda, ke një ftesë të hapur, të vish prapë se sot nuk të lam të flasësh. Jo, nga që nuk jam mësuar të ndërpres. Dhe sepse ti vetë je njeriu që moderon, kështu që faleminderit shumë për prezencën tuaj. Ishte kënaqësi, ishte një bisedë shumë e bukur në të gjithë gjën e vet, sepse e di që kur vjen puna te leku nuk mbaron biseda asnjëherë, po shqiptarizoj pak. Por më vjen shumë mirë dhe e them me shpirt, unë e para dhe besoj të gjitha vajzat që janë këtu në këtë panel, me gjithë respektin e madh që kemi, ju thash vajza, jam mirë, korrekt. Vajza se pras ka problem, nuk ka problem, mjafton mos ta drejtoni jashtëzakonshëm që kam për zotrin që kam në panel, janë bërë të pavarura, ja dalin vetë, prindrit i kanë edukuar të jenë të forta dhe me të vërtet do të duaj që ta nisim bukur një marrëdhënie siç ka nisur Helda me pavarësinë e vet dhe të ketë lirinë e zgjedhjes i ditë dhe të qëndrojë me fëmijët dhe të bëj gjërat që ajo do t'i bëj, jo se është e detyruar t'i bëj dhe mendoj që kjo është ideal. Unë desha mund ta them edhe kur kamerat mbyllen se thej çfarë kam humbur 2 vjet, por nuk ke humb 2 vjet. Asgjë. Ke shijuar 2 vjet që do donin të kishin fëmijët edhe vajzat. Do ta kuptosh me kohën që kalon se unë kam vetë 2 vajza sa të rëndësishme. Faleminderit. Shkojmë në hapësirë publicitare, do vim në pjesën e 4, mos u largoni.